është një kamion që neve na ndihmon. Makinat si ti ndërtojmë, ai na mëson. Ky kamion i vogël blu punon për çdo ditë. Gjëra treja të mësojnë që të gjithë fëmijët. Leo, Leo, ti jenë sjell tek ju. Ky është eskavatori Skupi. Sot ai së bashku me mikun ton Ruli po ndërtojnë një pistë për avion. Skupi, apo dëgjon? Është zhurma e helikës. Avioni është gati për të mbritur. Avioni bëri një ulje të mirë. Shkëlqyeshëm. Oh, më duket se të gjithë robotët duan të fluturojnë. Robot, po nuk mund të futeni në një avion kaq të vogël. Të shohim se çfarë ka sjell Leo. Ne do të ndërtojmë një avion të madh, një avion për pasagjerë. Ky është trupi i avionit. Ai ka një ngjyrë të verdhë në portokalli. Tek kjo hund është e vendosur kabina e pilotit. Ja dhe bishti. Ata krahët e vegjël në pjesën e pasme janë stabilizues. Krahët e gjatë. Dritaret dhe dera. Rrotat vendosen nën trupin e tij. Kam përshtypjen se diçka mungon. Oh, po mungojnë motorët. Ato duhet të ishin nën krahët e avionit. Leo, a ti kërkojmë? Përshëndetje, piruni vogël. A keni motor avioni në dyqanin tuaj? Tani duhet të zgjedhësh, Leo. A na përshtatet ky? Jo. Po ky? Jo. Po, këta janë motor avionësh. I gjetëm! Leo, ngarkoj në karroceri. Le t'i vendosim motorët në vendet e tyre. 1 2 Tani është gati. Më në fund të gjithë robotët mund të fluturojnë. Oh, pa shiko, ata kanë hypur në avion dhe kanë zënë vendet e tyre. A jemi gati?
fund avioni është gati për të nisur. I ndezi motorët. Ja ku u shkëput. Shikoni sa lart po ngjitet. Mirupafshim, robot. Leo është një kamion që neve na ndihmon. Makinat si ti ndërtojmë, ai na mëson. Ky kamion i vogël blu punon për çdo ditë. Gjëra treja të mësojnë që të gjithë fëmijët. Leo, Leo, ti jenë sjell tek ju. Kamioni i vogël Leo po luan futboll së bashku me miqtë e tij. Roboti gjuan dhe Leo bën një pritje shumë të bukur. Tani topin e ka Skupi. Goditje. Topi na ngeli në maj të pemës. Me të vërtet ka ngecur shumë lart. Aq lart sa as Skupi nuk e arrin dot. Po sigur të shkundni pemën? Bëj kujdes, robot. Me shkundje nuk zgjidhëm asgjë. Leo, çfarë ke në karrocerin tënde? Leo ka sjell pjesët e një kamioni i cili ka një krah ngritës. Le ta ndërtojmë sa më shpejt. Në shasinë e verdhë vendosim butonin e kuq. Shasia do të mbështetet në 2 pjesë të gjelbërta. 4 rrota. 2 në njërin anë dhe 2 nga ana tjetër. Platforma e ndenjëseve. Vendosim dhe 2 ndenjëset. Ja ku është edhe timoni. Dritat e përparme. Grila e gjelbërt e radiatorit. Mbrojtësja përpara. Mekanizmi që hapet në formë shkallësh dhe do të mbajë vend qëndrimin. Pikërisht kështu. Po, ku është vend qëndrimi, Leo? A mund ta gjejmë? Leo gjeti diçka. Ky vendqëndrim nuk më duket i përshtatshëm për makinerin tonë. Shikoje pak të tjetrën. Kjo do ishte mjaft e rrezikshme. Shiko, ky vendqëndrim ka ansore mbrojtëse. Nga kjo nuk do të binte askush. Me që makineria jonë është gati, tani mund ta merrni topin. Roboti ngrihet lart mbi pemë.
shkëlqyeshëm. Hey, më keni harruar lart. Në mënyrë që roboti blu të ulet poshtë, duhet të ulim vendqëndrimin. Për pak e harruat shokun tuaj. Na vjen shumë keq. Menjëherë po e ulim vendqëndrimin. Dhe tani le t'i kthehemi lojës son të futbollit. Topin e ka roboti i kuq. Goditje! Oh, Leo, ti qenë ke një portier i shkëlqyeshëm. Leo është një kamion që neve na ndihmon. Makinat si ti ndërtojmë, ai na mëson. Ky kamion i vogël blu punon për çdo ditë. Gjëra treja të mësojnë që të gjithë fëmijët. Leo, Leo, ti jenë sjell tek ju. Oh, çfarë shiu që po bie jashtë. Edhe era shumë e fortë. Shitorja e pirunit të vogël po dridhet. Mirë që piruni arriti të futej brenda. Oh, po çfarë po ndodh? Tabela fluturoi nga çatia. Ajo ra në rrugën përpara shitores. Po çfarë po bën Leo? Më në fund shiu pushoi. Përshëndetje, Leo. Piruni i vogël, ka nevojë për ndihmë. Piruni i vogël nuk mund ta ngrejë dot i vetëm tabelën, sepse është shumë e rëndë. Mos u shqetëso, piruni i vogël, erdhi Leo për të të ndihmuar. Çfarë pjesësh mendoni se ka ngarkuar Leo sot? Po këto janë pjesët e një helikopteri. Ja dhe trupi i verdh. Çatia e gjelbërt me boshtin dhe vidën. Vendosim bishtin. Ndenjëset e pilotit dhe udhëtarit. Kutia e pajisjeve të drejtimit së bashku me levën. Xhami mbrojtës. Dy dyert. Ja dhe helika e madhe e cila do ta ngrejë helikopterin në ajër. Skit e kuqe. A jemi gati? Ke të drejtë, piruni vogël. Na mungon helika e vogël e bishtit.
Leo tashmë ka shkuar ta kërkojë atë. Pyes veten se kush e mori helikën e vogël. Oho, robotët! Ata po luajnë me të. Leo, ktheu shpejt. Robot, Elika duhet për ta vendosur në bishtin e helikopterit. Ai duhet të fluturojë. Le t'ja çojmë. Robot, tani ta vendosim helikën në vend. Gati! Le të nisemi! Tani helikopteri do të ngrej tabelën dhe do ta vendos në vendin e saj. Me sukses! Pirun i vogël, shitorja jote është gati. Faleminderit miqtë e mi.